mos shkojmë atje se po hapa edhe gjerim të bërtia. Jo të bërë detrare pastaj. Mund të thosh diçka? Te kapitulli I parë faktikisht e fillova pak me frikë se më duk shumë me lule, me figura letrare tash mos shumë. Por në fakt libri ishte I rëndë, por ishte shkruar në mënyrë të mrekullueshme, e shijova shumë. Më bëri të reflektoja për shumë gjëra, më bëri të reflektoja për çështjen e vullnetit të tjerë të njerëzve. Donjëherë ne marrim të mirëqenë pirin, mendoj ose ja na shkalojmë, na kemi shumë lehtë, por është diçka që ne edhe si shqiptar po e vuajmë pas shumë brezave këtë gjë, dhe nuk e di se sa kohë I duhet një kombi të shërohet nga ky sistem. Nuk e di nëse Republika Dominikane ose Shqipëria është shëruar akoma, se nuk e sa breza duhen. Dhe ta kuptosh tamam çfarë është ky vullnet I tjetër, por kur ti je në sklavëri nuk e kupton dot këtë gjë. Dhe mendoj se ky sistem është një lloj sklavërie, më thënë të drejtën. Së dyti që më iritoi pak, më bëri shumë të mendoja ishte heshtja e kishës. Sepse ata e dinin çfarë po ndodh, të paktën mund ta bënin dallimin çfarë është e mira dhe e keqja. Ata e mëson. Por është dëgjuar se ne kemi qenë shtetatist fare, ata të paktën e kishin. Gjithkohës që kanë lexuar kanë bërë përçasje. Kanë bërë përçasje mes atij komunizmi që unë kam dëgjuar nga prindërit, edhe që kam lexuar nga Pallati I Andrave, nga Shakaja, Milan Kunderës, e nga gjithë këto shkrimtarë që na kanë sjellë në sistem tiranie, me të losës I cili unë shëndita që lexoja që aty njerëz besonin në ekzistencën e Zotit, sepse diktatorët janë të prirur të quajnë veten Zot, ashtu të quajnë. Edhe në generali, ashtu e quajnë të jashtëzakonshme, pushteti I tij ishte jashtëzakonshëm, njerëzit nuk e dinë çdo të thotë liri, është shumë e vërtetë, por kisha kishte ndikimin dhe Turio ka frikë nga kisha dhe nga rangimi I kishës, sepse dhe nga Amerika. Dhe kur fillon libri, ka dy të tashme, unë e them me dy të tashme. Nis Urani dhe tregon një histori të cilën ne do na zbërthej nëpërmjet retrospektivës. Ka flashback-un. Që do të thotë, ti intrigohesh çdo momenti që e kupton edhe një traumë të saj kur thotë dominikanët janë shumë fshar. Që kupton që ka diçka kjo që e lidh bujësisht me këtë mostashin për të kthyer në Republikën Dominikane. Dhe fillon dhe tërhiqesh nga kjo. Pastaj shkon te generali që prapë rrugën e të tashmen për të kthyer se si ka ardhur deri këtu që jep sinjale që po shkon dhe po degradon pushteti I tij. Ai e ka kuptuar, është shumë I rrezulluar. Ai e kupton që pushteti I tij ka ditët e numëruara. Ndoshta jo atë ditë, por pushteti vetë kishte ditët e numëruara. E kupton vetë nga fiziku. Fiziku është sinjali I parë. Nuk kishte pasardhës së dej, sepse të dhën pas dëfrimeve fshore, ata I kishin mbyllur me pushtetin. Nëse mund të themi në këtë mënyrë. Vinte nga një shtresë ignorante, sepse të udhëheqë ignoranti është më keq se të udhëheqë njëri që ka një fornim dhe ka një kulturë. Unë e gjykoj kështu. Dhe pas kjo është e tashmja E tij. Pastaj kalon në tashmën e një grupi që vendosin ta vrasin, po pa një qëllim shumë të saktë. Njëri thot për konflikt personal sepse më vrau vllaun. Njëri thot për këtë arsye. Vetëm njëri është pak më human kur thot për montrat Miraban. Pra vetëm këtu kupton që ky grup vërtet bëri një gjë kaq të madhe, por nuk e rrëzoi në mënyrën e duhur dhe shkaktoi më shumë kaos. Kemi dominikan që e himnizoi këtë kohë dhe edhe pse ka ndryshuar sistemin, prapë duan atë kohë. Pse? Si ne. Pra unë gjatë gjithë kohës, si ne. Dhe unë nuk e kam përjetuar fare komunizmin, jam 89-s, por të dëgjuar. Por sot, a është komunizëm ilustruar? Nuk e di, nga njërë duket... Të nëzëfon. A është komunizëm ilustruar? Vdekjen e Turios nuk mbaroi. Nuk mbaroi. Përkundrazi. Halla e Uranit thonë të paktën atëherë ka pasur. Atëherë ishte. Kështu themi edhe ne. Të paktën atëherë shteti të shpina jete. Të paktën puna jete. Të paktën etj. Të ngacmonte një rrugës. Edhe kështu që unë gjykoj që kisha kishte ndikimin e saj dhe kishte frikën trujon nga kisha. Ka kisha sepse njëri nga atestatorët bën një bisedë. Dhe I thotë, shprehjen a është më kap në vrasë një bish. Po, jo bravo, boje. Ideja është kështu se nuk shpreh tamam, e kap në mësu, po deri duke e gjetë. Ai e shtyu, priti e shtyu drejt. Ati aq I deshe të ratonte ndërgjegjen.
që unë do e vras këtë njeri, sepse ky njeri ka sjell Kashqia e Republikës Dominikane që jo s'u komisua mbas vdekjes së Turqisë. Diçka Por Turqia, më mirë. ne kemi kaluar një tirani, por mënyra se si ka ardhur në Roqa te ne nuk është e ngjizur bashkë me perversitetin. Ose ndoshta nuk ka dalë akoma dikush që ta studiojë se kështu në AJK. Gojdhëna edhe për që po të diskutuar ajo dhe ku ti e lexon sa pervers është ky njeri dhe mbi të gjitha kompromisi që bën i ati, Ajo është shumë e rëndë. është tamam ajo sindroma e Stockholmit dhe çfarë bën njeriu për pushtet. Edhe të shkon deri tek qaku, që është e mia. Edhe që shkon deri tek qaku, që është e mia. Do Unë do thoja që edhe pse është pak mendim kontradiktor, më pëlqeu fakti që autori edhe humanizonte çik Trujillon, tregonte smundje, tregonte fiksimin me një gjenën, për treguar edhe ironinë që njerëzit nga ai trup 70 vjeç që po dështonte, vazhdonin kishin frikë. Edhe më shumë se sa për pushtet, mendoj se e bënin për validim, ato thjesht donin validimin e tij, nuk donin pushtet, s'kishin pushtet. Unë do të kundërshton pak do të realizuar një fragment pastaj, sepse këtu thot. Aja vlen te baba, ajo që bëri, edhe i thot që ju nxori nga fundi i shpirtit përjen perverse të qenjeve që kanë nevojë t'i pshtyn, t'i kesh trajtojnë, të qenjeve që vetëm duke u kushtuar e qenjë vetë. Por sepse në një moment thot, e bëri këtë edhe për konsumo pushtetin dhe Alfonso na harroi katras. Do është më kuptueshme kjo. Thotë një moment që çfarë ka bërë Trujillo që se ky kishte provokimet më radhë. Pra sot të shënjestronte ty, të nxinte jetën, të nxinte mendimet e tua, të nxinte gjithçka, dhe pastaj kthehej te një tjetër dhe pse ti nuk mos kishe bërë asgjë. Dhe kjo pastaj bën që ata e donin pushtetin. E ishin njerëz që e donin, po ta shikosh presidentin mas vdekjes së Trujillos se nxjerr fytyrën e vërtetë për të kuptuar që e donte pushtetin. Edhe fillon dhe njerëz ndryshe, ai e donte pushtetin. Por unë mendoj prapë që mesazhi që përcjellet, përveç pasojave është që çdo pushtet ka fillimin në fund. Edhe Trujillo do kishte. Mendoj që për këtë që kërkon në pushtetin, mendoj që ajo na takoi është vetëm mënyrë për jetuar. Ashtu që mësuar, ato jetonin edhe atë jetë prisnë jeton në homa. Ka, madje, domethënë se ajo funksionon, mendoj unë, edhe përmes frikës. Domethënë nuk kishe zgjedhje. Se dhe këti, domethënë që bëri i Uranis, ishte dikush nuk thotë e përbitshme. Po zgjedhja që ata i dhanë është ose futu në burg, që ta rregullojnë negocin. Do kujdesemi ne për të. Domethënë që S'kishte zgjidhje. Ata të linin as në vestë nuk të linin, domethënë të dëshë ti ta vrisë vetë nuk të linin të vrisja. Tortura që nuk do të vdesësh vetë, ti do vdesësh kur bëjon ne. Se pak pozitive ishte i vështirë për të përfitur, i dhimbshëm si prit, por shpresdhënës që sado e frikshme të duhet në situatë, sado e pa rrëmëzitshme tjetë një pushtet, gjithmonë do ketë një formë apo një tjetër që do bie. Edhe ky është rasti, edhe është në një situatë ku në Shqipëri është një ngërç ku nëse pyet gjithkund mendon që nuk ka asnjë lloj zgjidhje. Me këtë që bisedon. Zgjidhja vetëm është në rinjas që ti vesh. Festa t'japit nga mundësinë për të parë edhe që ka zgjidhje, ndryshe nga Agustini, jo për ta paragjykuar se mund ta flasim si personazh, midis komplotistëve. Dy nga djemë që përjetojnë në momentin kur i kapin. I njërit i cilit i kutet koha dhe babai vetë duhet ta shohë diçka e tillë, ose njëri që në fakt babai është i kapur dhe pyet për të birin që a vdiq duke luftuar dhe ishte krenar për këtë gjë. Do vdiste vetë, do vdiste dhe i biri. Ndërkohë që njëri nga komplotistët i duhet që të lexojë shkrimin e babait, i cili është gjithmonë me zgjushimit apo e bën këtë gjë për hir se në ka vërtetësi, apo po e bën sepse vërtet pushteti dhe robëria ndaj pushtetit ka shkuar deri atje, ku i duhet të shkruaj këtë gjë për
për të bjerje. Është të njëjti fund, vdesin të gjithë, po forma dhe mënyra se si vdesin është e ndryshme. Urania më dha personazhin që traumat, që e them gjithmonë, që për secilin personazh që njohim, për secilin njeri që njohim, nuk duhet ta gjykojmë apo ta paragjykojmë për mënyrën se si është. Është e sigurt që nëse rrëmojnë në fëmijërinë e tyre, ka diçka për cilën ka bërë ata që janë ata që janë. Urania është shembulli konkret. Po. Po thonë që ne shohim zgjidhje dhe e rrugëzit amshit të rinasi. Po duke patë atë historinë e uranisë dhe ajo pasi dhe ajo të cilën iku dhe edhe jeta veni. Jo, i kisha për rënien e sistemit. Ja, ajo iku për shpëtonte jetën. Kam shkruar në atë fazë që ikim se zgjem punën apo gjëra të tilla për një mërgjendje, kurse ajo iku shpëtonte jetën. Aspektin që çdo pushtet sa do i konsoliduar tje, edhe sa se çdo pushtet në vitin e sa bëhet represiv, dhe ne e shohim. Ka gjithmonë një zgjidhje. Në këtë rast zgjidhjen e jep kisha në gjykimin tim. Në raste të tjera kemi parë këto ndërhyrjet e jashtme, ka raste, pastaj si Kosova, në cilët unë do doja gjithmonë ta vëm në vëmendje se duhen shumë limititët, por jo dhe aq, që luftojnë. Ne nuk mund të presim që çdo sistem i këtill të ketë zgjidhjen mas atentatit të diktatorit. E tregon dhe kjo, e ka treguar Shqipëria, ka treguar të gjitha vendet. Patjetër që do ketë probleme, patjetër që aty pati shkojnë më keq situata sipas ndoshta secilit prej nesh. Por diçka ndryshoi që më vonë, pas shumë paqartësive, do dalë një formë që do tregohet që mund të përmirësohet diçka. Më keq se sa çishte në ato 31 vite, nuk kishte ngelur asgjë pa u bërë. Po çfarë mendoni ti përveç atentatit mund ta shpëtonte këtë vend? Atë që presim ne, që ose të vdesin ose të bjerë vetë. Sepse ata të pavarësisht mund të zinxhirojnë, çfarë bravo si mund ta shpëtonte atë dhe të zbehen. Në rastin e Miloševićit, e të pas sigur që do arrinin ndonjë gjë, u çua, morëm ato pushkët e erdhi dikush të na ndihmoj. Kështu që gjitha format janë. Kjo jona zakonisht në Shqipëri prej shumë shekush është që ne presim se diku do vi. Është një gjë që një vi e hollën ndan frikën nga adhurimi. Tretoni se prezitoja para sa ditësh nuk beson te demokracia, se është demokracia pje monstra, është sistem që ai që mashtron më mirë, ai fiton i sjell gjëra njerëzit e lypin tirani, thoshte Tretoni, e duan. Po ka diçka në natyrën njerëzore që e nënshtron njeriu ndaj dikujt që ka zgjidhje. Ti shikon jo vetëm në skenën shqiptare, por edhe në skenën botërore. Sot njerëz që japin zgjidhje çdo problemi, e zgjidhin për 5 minuta, një ditë, japin kësaj, japin asaj, dhe okay, marrin vota dhe pastaj çfarë ndodh është shikon për shembull represion sot kanë në Amerikë, që s'është dëgjuar ndonjëherë, të mbyllen mediat për ashtu gazetar, se s'më pëlqen ty piki, videogojnë thoshte ai gazetari aty. Dera e vogël, që nuk përfiturohej që ta bëni një president para 5 vjetëve, jo më gjërat po ndryshojnë, bota është e çuditshme, edhe është me cikle, edhe ka momente, dhe do ketë edhe në të ardhmen, mendoj që të shikoj një kombë si Rusia, që ka prodhuar letërsi gjigante, mendje të ndritura, shkencëtar, çfarë duash ti, ka 9 zona kohore Rusia. Është gjithmonë ditë diku në Rusi, domethënë. Edhe prap ka një njeri, dhe sigurisht jo i vetëm, që kontrollon një kombë me atë lloj historie dhe sulmon të tjerët dhe bën atë që bën Putini në këto. Kështu që kjo është situata. Kjo është bota në cilën ne jetojmë. Pëlqej ose mos e pëlqej, pastaj secili duhet bëj zgjedhjen e vet se si do të jetojë vetë. Tiranën e vet do të zgjedhë. Jo domosdoshmërisht, por luftën e vet. Mendoj ka një shprehje të Martin Luther King që thotë që harku i historisë sot është shumë i gjerë, po anon nga e mira. Ati e ceka aty, e unë besoj me gjithë shpirt që në fund e mira triumfon. Edhe në këtë libër.
pavarësisht që është shumë i errët, pavarësisht që është shumë i vështirë, ka vdekje, ka vrasje, ka dhunë seksuale, domethënë aty, por në fund libri anon nga e mira. Tirani vdiq, edhe vdiq si ide, domethënë në makinën e vet, edhe i pshurur, siç ishte se ai element nuk është futur kokë në libër që ai dobësin që ai ishte në fund fare një shuraq. Domethënë që i smeronte të gjithë me gjithë ato higjienën që bënë ndoshta edhe nga e keqja, se si shurësh 3 ditë, më të dalë shumë. Gjatë kohës shumë të ndodhe. Ja, ishte sindrom nga fëmijëria, pa vështirë. Jo, ishte si Jo, së mundja, jo, ai që kishte atë fiksimin e tij, pra jo ishte se ai ishte sindrom. Kompensimi Që ai kërkon të rregull. kush ka një opinion po tjetër. Unë do të citoj dhe ta përmendim në fillim që s'do ta vizionin e librit, do përmend atë shprehje që në libër, që do të radi të lehshëm i diallit. Mendoj se të gjithë figurat aty, siç mendoj gjithmonë shumë se njerëz janë narcisistë në nivelin më ekstrem të mundshëm. Por askush nuk u bëra ashtu pa një arsye, pa një shpresë. Ne mund të shohim edhe vetë Omarin Truhion, që është personazhi shëndror i filmit e i librit, dhe që ne mund të flasim nga mëngjesi në darkë, i vendosim epitete nga më me konoticione negative, prapë s'ka të kishte edhe shumë aspekte marrë për shumë zhvillimin e tij si prim. Ai fikson që njëri djalë ashtu djalit tjetër ashtu vajza, ka një djalë që përpiqet ta lidhi për të lënë pushtetin ose kështu që e mbrometën qepet e veta. Dhe në fund ditës, secili shkon në shtëpinë e vet, dhe kurse do një njeri në shtëpinë e vet, por nuk ka një mbështetje në shtëpinë e vet, por nuk ka një njeri që ta inspirojë, që t'i japë emocion, nuk ka se si dhe ai ta demonstrojë këtë gjë. Dhe kur në moment që ai sheh që dhe njerëzit rreth e pranojnë nështrimin, e duan nështrimin, janë gatshëm të bëjnë gjithçka për këtë, për ato pushtet, për ato pasuri, siç ishte ai që kishte lekët në Panama, $400,000 që kishte. Atëherë, kur njeriu nuk ka shpresë për MVDZ, kur nuk ka dritë dhe nuk ka çfarë drite të ndezë, dhe megjithatë por njerëzit nuk i servirin atë shërimin. Kështu që sado i erë që tjetë, mendoj në fundit është e keqja zgjidhje që secilit, edhe për personazhin me përshtim të uranisë, mendoj se cili meriton dhe fatin e vet, edhe gjithë njerëzit përreth që jo i kishin vrarë ashtu, të gjithë e meritonin, sepse dashur pa dashur, secili personazh aty që zgjodhi të priste 20 vite të mund të kishte vrarë, për shembull shumë herë më përpara, dhe gjithë ata thoshin që kam pasur mundësi, po se ke durë, domethënë dhe ata vetë i ka shijuar, i ka lezetisur ato përfitimet sado banale që kishin, i kanë dashur, dhe prandaj kanë mbrojtur pasojat e robërisë së tyre. Për sa i përket uranisë, unë ka ardhur shumë që kam lexuar kapitullin e fundit të mëngjesit. Kisha lexuar, kisha kaluar një ditë të ngjyrë dhe lexova isha mos. Po diçka zgjidhja ime. Atë kapitullin e fundit e paraprita, mendova që do. Jo, ishte të shkruar në mënyrë shumë për shkrimin. Dashur pa dashur gjithë kishin më diçka. Përse derisa për atë që po thoje për Truhion që ka dhe ai atë të shkruar në familja, nuk di pse nuk arrita dot që ta Kishe empati për... Të kishe empati dhe përndoja që ai ka një... Nuk di pse nuk ka... Aso, ja, ishte shumë kafshë. Ajo nuk është empati, jo, mos e harro. Kjo nuk është empati për të, apo për atë si personazh apo. Ajo është pasoja, si çfarë ndodh nëse ti ke një spirit dhe ceku ka të data më parë. Dgjoj, kuptoj se nuk ka gjithë libri dhe gjithë përshkrimet për të nuk arrita dot as që ta kuptoja, do të kisha empati, po që thoya që ndoshta se ai. Shiko, në një unë do të mbështes dhe do të jap pasaj kohën të ta lexosh atë fragmentin. Unë kam simpati ndaj asaj që po thua. Në një libër që ne kemi diskutuar këtu ca muaj përpara, që është Shtëpia e Epitesës së Aresës, ku autori flet për kuptimin sepse diskutohen në një konferencë për kuptimin e Holokaustit, dhe thot ai kuptimi është fillimi i justifikimit. Pra ai thotë se kjo ishte një gjë aq djallëzore, aq e ligë se që nuk mund të fillosh ta kuptosh. Po hyre ta kuptosh, pastaj je fut në një lloj situata në ditës tonë përditshme, jo kaq situata ekstreme, po kjo na ndodh gjithmonë që njëherë përpiqemi të kuptojmë, njeriu do dhe bën ato zgjedhje vetë, goca përmendit. Po kjo është rasti ekstrem. Po është ekstrem. Kuptimi në përgjithësi është një gjë e mirë, po them.
për shembull tek pjesa e mungesës familje është në faqen 126 në paragraf aty që thotë kur i drejtohet senatorit ose Henryt, e thotë jemi faqe nuk i martuar dhe nuk e familje. A ke pasur të lashët të tjera veç familjes, asnjë kopçari tjetër përveç të birit, parave dhe qepit në ferma s'ke pasur. Me gjeni një tjetër që vazhdojnë të zgjine. A nuk është turp që Ramfisi dhe Radama si fëmijët e vet në këto çaste, në veç që jenë këtu pra ne i luajnë polo në Paris, që do të thënë dashur pa dashur, ai e dëshironte për një tyre dhe po të kishin qenë ata në jetën e vet, ndoshta fjalët e tyre do ta kishte zbutur, ndoshta raporti i prindë me fëmijë nuk do ta kishte bërë dot. Atë si Sa ishte babai, ato nuk ja sollën në paj, pra ishte babai përgjegjës për të rritur dhe të edukuar ata fëmijë. Dhe nuk mund të thotë ai se s'më duan mua tani fëmijët. Dakor, po nuk ishte është një njeri normal, nuk është si babai ose jo, dhe kupton që jemi qartë, ai ka një Ai është baba, shiko, njeriu zgjedh të jetë president apo baba, si vendim është baba e mund të bëjë çfarë do, një njeri që nuk drejton dot familjen e tij. Po edhe këtu pra si egoisti do. Po janë tash që më duan, të tërësh ta njerëz. Edhe me mesazhin e gjithë librit se edhe Urani në fund fare nëse do kishte krijuar familjen e vet, si do të ishte historia, nëse ai nuk do ishte shëruar nga ato traumat e vet, ashtu do të pasonte vetë tek fëmijët e vet. Edhe Trujillo, nëse nuk do, meqë nuk është shëruar nga traumat e vet të fëmijërisë, ashtu i pasonte tek fëmijët e vet edhe të gjithë vende. Dhe nuk është justifikim për të thënë që një njeri ka pasur një të kaluar dhe unë mendoj edhe këtë gjë. Dhe do t'ja them. Mendoj dhe që nuk mendoj që çdo gjë justifikohet me traumat e fëmijës. Atëri e ka në psikologjinë e vetë gjë. Unë mendoj që Trujillo nuk filloi ashtu. Trujillo u bë rrugë, domethënë ai u monstruizua për gjatë kohës. Ai bëhej gjithmonë më poshtron, kur i poshtron ata që thotë më ka shku me grutave, me grutave, ai zhburëron dhe ka njerëz dhe ai shijon dhe ai ishte pushtet atij që unë mund t'i poshtroj këta dhe këta çfarë do bëjnë këta mua. Ta kanë domethënë po, dhe mendoj që ai domethënë ndoshta kur ishte djalë i ri, nuk ishte qenë aq i keq. Por si plak pastaj ishte bërë një Prandaj ajo në fakt arsye pse ca njerëz shkojnë në psikolog, është se ca njerëz të tjerë në jetën e tyre kanë refuzuar që të shkonin, nuk e gjejnë Trujillo sepse me vërtet nuk arrit ato që ta mendojë që çfarë mund të kaluar ai që të bëj këto gjëra ai ishte një tiran i frikshëm, shumë arrit ato të fare. Ai merr tek nëjësia në antik për të bërë ato gjë, mendoj një njerëz smur, nuk e di. Mendoj që kjo metafora Cjap i shkonte shumë për shtat, duke qenë se Cjapi vetë simbolizon edhe djallin, personifikon djallin, deri ku mund të shkojë ligësia. Mos t'i vjen qatë Cjap. Sta i takuna në sinëzore të Trujillos, unë e lexova nga faqja e parë deri fundit në këtë gjë në Irani ose të tjerë shumë kapital. Duke që në fal, ishte vetëm një moment. Prit, do ta them atë. Dhe, sa i takon që gjatë rrugës për shkoj du të vërsuan në këtë mënyrë, sepse pushtetje të vërson njeriu është e pashmangshme, sa më shumë pushtet kesh, aq më shumë pikë dhe shtetë vërsohesh, sepse nuk do ta humbasë se frika e humbjes pushtetet e bën që më kujton pak njeriu me madh të Gogoli që thotë sillu kështu, se vetëm kështu do kesh pushtetin, se ndryshe nuk ka rrugë tjetër. E kjo pastaj të distancon, të dehumanizon edhe i sjell gjithë tjera. Por çku prapte i bëri një të mirë Republikës Dominikane në fillimet e veta, duke i vendosur kufit mes haitianëve dhe të mos e përsinte racën të luante gjuhën, i ka këto do ja japim. Kalimi në kohë dhe të vërsoi komplet, duke vrarë, tash ti sapo përmend të Serbinë, në fakt. Haitianët e përmendi Miloševićin dhe krimet që janë bërë në dy njerëzve. Shqipërinë ishte Amerikën Latine dhe historinë e Republikës Dominikane. Aty kuptova që haitianët kërkonin që të zbarkonin në Republikën Dominikane dhe rrjedhimisht i asimilonin siç kemi luftuar në një jetë, por s'mos u asimiluar. Një sekond. Ideja se tash nga që kam lexuar është momenti kur ai thotë që këtë të mirë ja bëri Republikës Dominikane duke vendosur kufit e qartë me një dëshpërblim shumë modest që i dha Republikë haitianëve për gjithë këtë gjak që rodhi,
për të ruajtur gjuhën dhe për të vendosur kufit e Republikës Dominikane. Mendoj se kështu e shiti, po jo kështu e Kështu, bërë. një sekond, pra kështu e shiti para të tjerëve që populli ta donte, sepse ke një Trujillo që bëri diçka për këtë vend I cili po shkonte dhe po bëhen gazezakut, si që quanin ato. Su më çudita që Dominikanë kërse janë shumë barë, që kanë këtë diskriminim racor që kishin kundrejt haitianëve. Dhe tjetra ana njerëzore është pikërisht momenti I nënës. Por prapë në momentin që është e nëna, ka një vlef si brendshëm që do kjo haitiane, pra sepse ishte haitiane në Haiti. Edhe prapë ka të vlefin që ti sa kënaqesh që ke një Trujillo që dorëzohet para nënës së tij, edhe pse është 95 vjeç që nuk sheh etj, flet me të në një mënyrë që ty ta zbut në një moment zemrën, në fund siç ka një shpërthim të vetin që ti thu, ky nuk ka shpresa të ndrohet dhe që kështu të shohë. Jo, është edhe më ky është një haitiane që e paligjshme, bie e paligjshme e haitianëve se si përfundoi edhe ishte bërë sot ajo që ishte bërë. Se Trujillo vinte nga San Cristobali, jo ndonjë nga ajo përballte nga atë që ai ishte vërtet, ai dëftonte haitiane. Ai tregonte fytyrën e vërtet se kush ishte Trujillo në vërtet. Një njeri I cili kishte ardhur nga llumi I shoqërisë, jo për ta paragjykuar, por nuk mund të bëjë ky njeri dhe të çeverise, sepse është I prirur të kthehet në njeri të tillë. Jo, personalisht. Unë jam shumë dakord. Njerëz të cilën unë nuk po flas që janë të formuar intelektualisht, që punojnë, unë nuk bëj nga shtresë e pasur. S'besojmë se gjithë ne vim nga shtresa e pasura. Ashtu pra, por ideja është kështu, ai nuk kishte punuar me veten që ta sofistikonte veten, të lexonte, të njihte shumë mirë. Ai ka edhe stik gazetares, pak në momentin që rrafan ai historinë, ti e gjen veten duke lexuar këtë historinë. Mario Vargas është edhe pra, të gjithkohë që e lexon, ti duket sikur po lexon një kronikë të një periudhe historike të caktuar siç shonka ajo e kohës kur Trujillo Ka dhe një të fundit lidhur me tematikën, se pastaj do të flas pak edhe për pjesën letrare, stilin e këta. Patëm një diskutim për traumën që unë e lidha me Urani, unë mendoj që nuk na jep autori as moment traumë që vjen nga Trujillo. Zgjedhjet e tij janë mos të pjekur dhe është I vetëdijshëm për atë që bën. Dhe kur folim për prindërimin, Trujillo I meritonte në forza pa fëmijët, sepse ishte vetë shembulli. Po kur I shikoja nënën, nuk më jepte përshtypjen që ishte nëna një vend ku mund të shikonin element për cilën mund të kishte ndikuar në mënyrën se si formoi, po themi, origjina. Sepse ajo duhet. Ai urrende pra. Origjina, ajo ishte turp me origjina. Nuk po merr me Trujillon, po merr me nënën. Ajo nuk pranoi deri në momentin e fundit të kishte asnjë përfitim nga I biri. Nuk pranoi as para, nuk pranoi as postën. Pra, deti pozicionin që ishte. Ajo kërkoi vetëm të mbronte pjesën e motra. Po, pikërisht nga përdiqësia që e dinte që kishte I biri. Dhe kishte dy modele të ndryshme prindërime. Pra, një nënë që nuk I kishte këto elemente, prodhoi një monstër dhe një monstër që pretendonte të kishte Më shumë e preshi pa dinë kjo. Nuk e di pse, po mua më jep krenar ajo nëna dhe mendova që ajo krenaria e nënës ishte Trujillo, domethënë, por te ky ishte monstruozuar pastaj. Pra tek ajo kishte vetë si krenar. Pra ajo nuk I pranoi ato pushtetet, ato domethënë ato të mirat të tij. Jo se ishte e mirë, po sepse krenaria e saj ishte deri në atë pikë dhe mendoj që gjej një reflektim lidhur këtu. Nëna ishte zonja e madhe ajo. Po, unë mendoj që ishte krenaria Edhe rrugën të mbushura me emra tamam si në gone e Berut. Gruaja ishte poete. Gruaja ishte poete nga presidenti. Unë mendoj që ka shumë analogji edhe me komunizmin në Shqipëri, padyshim, mendoj, sepse tregon se si ndërtohet një piramidë, një diktaturë, atë sistemin e frikës që bie, Republikën e frikës ku ta quajmë, sepse nuk bie, domethënë sistemi nuk krijohet brenda një nate, krijohet avash avash, me një periudhë jo shumë të shkurtër, krijohet çdo ditë nga pak, çdo vit nga pak, e njëjta gjë me në këtë piramidë të Republikës Dominikane. Mënyrat se si njerëzit fillojnë të mësojnë që në vogli të vegjëlit në shkolla, që nxënësit nuk I mësojnë të binden, jo të kenë mendimin e tyre të tjerë.
ose prindrit në ashtu siç jemi përjetuar dhe në shtëpi, prindrit nuk flasin për politikë në shtëpi. Jo sepse fëmijët nuk kuptojnë, por sepse kanë frikë. Ose një gjë tjetër për shembull se si ngrihet, fryhet figura e udhëheqësit, fotografi të udhëheqësit gjithandej këndohet, kulti i udhëheqësit bëhet, domethënë çdo gabim i tij në faqet zyrtare zhduket, nuk ekziston gabim nga udhëheqësi. Domethënë çfarë japin domethënë për masat e Zotit në udhëheqësi. Dhe pastaj lind ajo pyetje që si ka mundësi që një tirani e tillë të vazhdojë për kaq shumë vite? Si ka mundësi që njerëzit nuk ngrihen ndaj kësaj tiranie ashtu siç ndodhet edhe në Shqipëri? Ashtu siç po ndodh akoma në Shqipëri. Po, edhe në Iran së fundmi. Po, kështu që, domethënë si e shpjegojmë këtë, domethënë secili nga njerëzit fillon dikush mendon që akse kjo i bëhet normale kjo gjendje. Dhe ndoshta mendoj që mjafton që të jetojmë. Dhe ndoshta fitojmë të ekzistojmë. Dikush shikon interesin personal, siç ishte për shembull gjithë këta që punonin në pushtet. Dhe mendoj që mbas vdekjes të diktatorit vazhdon. Domethënë mungesa e diktatorit nuk bën që diktatura të ketë mbaruar. Jo, nuk bën. Vazhdon sepse ka ishte pjesë Po shkruar një robot kuptimi tashmë. Janë njerëzit të cilët kanë mësuar të heshtin, kanë mësuar të mbijetojnë, kanë mësuar mos të ndërojnë shumë, dhe në këtë sens Republika e Afrikës nuk është fazë kalimtare, ose tirania nuk është fazë kalimtare, pastaj bëhet mendësia e një populli. Që kërkon breza për nëse çdo gjë do ishte në rregull. Shiko, se këtë javë ishte më saktë javën e kaluar ishte 20 shkurti, që ishte dita e rënies së monumentit. Dhe unë kisha një të ftuar në emision që kam një kesh vjetër që shmarë me këtë puna ka botuar atë librin që Manuel Rozimi. Unë isha një performancë teatrale. Po, që e bënë atë. Dhe ka ca gjëra që janë interesante edhe në roman që ajo ashtu. Ka pasi tentativë në dhjetor të vitit 90 në Shkodër, që shkoi shumë keq. Ata u rrasën burge, pati rrahje, domethënë sepse tentuan që të idhin bustin në Shkodër. Në 2 muaj më vonë, në Tiranë, ndodhi dhe ato forcat nuk ndërhyjnë, unë e mbaj mend, i kemi parë ato pamjet, të arrinin me ata qenë të veçuar, domethënë sigur e lanë, edhe ajo është pjesë asaj që diskutohet në libër, ore, e hodhi populli apo e lanë që ta hidhte, domethënë këtë gjë. Ishte ashtu siç e përjetuam aty apo kishte dikush që kishte liru bullonat, se me thënë drejtin që Rash Kollaj ishte tani në retrospekt si e hapitshme, domethënë ajo 7 metra monument bronzi atje. Dhe sipas, dhe Subraskush dhe u arrestuan, njëri thoshte më i ndeshmi nga ta thoshte unë kisha hyrë për vjet xhepa jam që pistolla. Ishte më i ndeshmi, ta thoshin që unë e kam hedhi pari, unë e hodha i dyti e kështu, por asi s'u mbajt as në burg. Domethënë dhe kjo ishte e çuditshme që i lan shumë kollaj me i. Dhe vë një dyshimin që mos ishte një plan për të bërë që në vend se ta hedhin ne, le të hedhin monumentin, edhe të kënaqen me monumentin, me simbolikën e gjës, po piedestali mbetet. Ishte ajo që Po, edhe pastaj se kemi diskutuar me libra të tjerë që edhe te libri këtu jepet kuptoj që ato që ishin mbetën. Se sa ka kon protestimet. Në kaq faqe libru nuk pash populli dominikan o ishte dehur fare i tëri. Në asnjë moment ne nuk pam tek njerëzit, tek masa, që të kishte një ose pak të shkrimtarë me kapacitetin tek ne, ose besoj se ka qenë këshillimi, që ky popull dominikan ka dashur që të largohet nga kjo tirani, ishte mësuar. Sepse 30 vite do thotë që ti je mësuar me këtë sistem. Nuk ishte një revolt. Ishte mësuar. Atje u revoltuan si na e vranë. Edhe në fakt ai thotë
Përbit që i kishte parën që plot Dominikanë zhyteshin në zahallje me ferma alkohol për të shuar amishtimin që u shkaktonte të jetuar të pasme, shpresë liria dhe dignitetit, në një vend ku jeta njerëzore nuk vlen dallshë. Dhe kjo është nga shkrimtari, por nuk e di nëse në vetëdijesimin e masës, kjo shkuarje drejt alkoolit dhe degenerimit ishte pikërisht për shkak a kishin kuptuar dominikanët, sepse unë edhe kur shikoj protestimin që bëjnë grupi për ta vrarë Turion, është i gjithë në rreth të parë konflikt personal të personave me të. Në të diçka po. Kam lexuar lexova diku që familjarët e këtyre që bën këtë kanë qenë kundër librit edhe mënyrës se si ka përshkruar Marja. Po, ishte bërë edhe në band në Shumicën e Republikës Dominikane, nuk jete. Familjarët tonë që mënyrës se si ka përshkruar ata, sikur po... E vërteta, nuk pritet. Ai ka marrë dhe liri kreative. Po, aty është bërë një paralelizëm i vogël që thuhet edhe fëmia kur e rren prindin mendon se është dashuri, dhe atë kishin edhe populli, nuk njihte jetë tjetër. Thuhet te idioti. Shiko, edhe një gjë që do të diskutonim këtu, që mua më ka përshtypje është që në rastin e Truios, ndryshe nga rasti ynë, tu trumpetohej shumë ideologjia komuniste në këtë rast. A ky s'kishte ideologji. Ky ishte për kapitalizëm, sido që i kishin marrë ata, bizneset i kishin darë, pasuritë i kishin darë. Unë s'kam nevojë të bëj korrupsion, ndoshta ai se unë kam ferma, unë kam këtë, ti ke atë tjetër. Ata i kishin vjedhur ndërkohë shtetin, ndryshe nga këtë që ishte ajo pasuria përpal. Tu vite ndryshe, domethënë ata jetonin mirë, tjerë jetonin keq, por e kam të kjo që në thelb është nevoja për ta dominuar tjetrin, për ta poshtruar tjetrin tek diktatura, pavarësisht nëse ky ishte idiot, supozohet. Pra, qoftë në Kubë, që është Fideli atje, ajo vetë Fideli ishte shumë i ngjashëm me këtë. Në bërë tjetër gjë, por thjesht ishte me ngjyra të kuqe. Ky ishte me blu, por në thelb ishin po aq egër, po aq Ky s'kishte një ideologji partijake. Ky nuk kishte një ideologji partijake. Ky kishte një ideologji vetjake. Pra kishte nënshtrimin dhe autoritetin e njerëzve ndaj tij, ai vetë të sigur ata të tjerë ta dhuronte dhe kishin frikë. Ka momente ku do nuk do shkoj në këtë postë, sepse po shkoj në këtë postë, do zise masën, do më marr pushtetin. Shpresoj nuk jam pasim do shta me kalimin e kohës. Ai vinte nga paranoja. Për këtë ishte paranoja. Pra kishte këtë, i bote organizme, ky është i zgjuar. Ky nuk duhet në këtë postë. Ishte edhe një gjë tjetër që Josa e zbulon në marrëdhëniet me Amerikën aty, edhe se si funksionon se ai kishte korruptuar sistemin amerikan, paguan dhe senatorët, të caktuar, kongresmenët të caktuar, dinte se si funksionon në gringos, që ai shkohë sa ky thoshte unë jam aleati më i madh i Amerikës në Karaibe, që bën Fideli në Kubë, është me rusët, është me ata. Më thënë që qofse unë, edhe kjo është realitet edhe sot. Pra ti më jep Sazanin, unë thënë marrë, sa problem. Domethënë që është diçka që ndodh në politikë, sot e kësaj dite që fund fare shkëmbim interesash, pavarësisht se sa mund të jesh ti. Ne duam të besojmë që ka ca gjëra që janë në kushtetutën amerikane thotë these things are self-evident. Janë vetë evidentueshme, nuk ka nevojë për t'i provuar. Që njeriu duhet të ketë dinjitet, që është i barabartë para ligjit e tjerë. Këto janë si thosh ato shtyllat e një shoqërie demokratike. Po në praktikë pastaj ndodh që një politikan shef atë, mbyll një sy, bën një raport, bën një lobim, bën një kështu, jo dola në foto me këtë, jo dola me atë, jo me Gonigali, jo ky, ai tjetër, jo kështu. Edhe është gjithë kjo rrjeta e interesave të nënveshme që nuk shfaqen gjithmonë, por herë shfaqen, por ky libër ta jep këtë gjë që Amerika e kishte mbajtur pushtetin atë. Derisa arriti aty që as Amerika si duronte dot më, i doli dhe kundër ashtu, futi dhe kishën me se filloi me këta kryepeshkopët me i therë. Edhe aty tha, po tu nuk, se Vatikani, edhe Vatikani ka aty vetëm po. Që e bëri, nuk i aq e rëndësishëm. Unë fare do ikësh edhe. Tani, po. Në lidhje me Amerikën është një pjesë atje që ishte dhe pak e trishtë, domethënë. Që shkojnë senatorët amerikanë që vizitonin që përmendet dhe thotë që largohu tani nga pushteti dhe ne do të pranojmë asin në Amerikë, do dalë si një
pushtetar shpirt madh që e dorëzoi pushtetin në krahasim të tjerë. Dhe ishte shumë kompromisi, shumë e rëndësishme. Vërtet, po. Një libër një kam lexuar, në diskutimi këtu është po më rritë dhe natyrshëm pyetje. Çfarë është liria? Do të thotë zot. A jemi vërtet të lirë? Apo thjesht jemi duke të bartur edhe qelina buri që krijon vetë. Dhe nëse do kishte në një lider ose se të me frikë duke patjetër njerëzor fizik që ta kemi prezent, që të çonte drejt lirisë, qoftë shprehjes, mendimit, gjitha liret, vëndisht vërtet, apo do vazhdojmë me të qelim tonë, se jemi komfort. Kjo ishte pyetje retorike. Ishte retorike, ishte thjesht, vazhdojmë diskutimin. Ka bë një është një podcast me temën çështjeria, me Patos Bojnë me kanë bërë. Ku kemi folur pak më shumë se një orë, kam përshtypjen rreth një orë. Po, për këtë pyetjen. Kështu që është e gjatë. Isaiah Berlin ka një ese çështjeria që ajo është një 30 faqe, nuk është, domethënë, që është temë shumë komplekse. Pastaj Sartre thotë që liria është bara e zgjedhjeve që ne bëjmë. Edhe të mbajtur në kurriz të zgjedhjeve tona, shiko, unë mendoj që liria lidhet me qëllimin. Viktor Frankl tek kërkimi i njeriut për kuptim, thotë që nëse ka një qëllim, nëse gjërat kanë kuptim, pastaj ti ke një hapësirë lirie. Mendoj që është iluzive liria, ose ato gjëra që na shiten sikur kemi lirinë të zgjedhim nga produktet e të njëjtës marke, në fund fare. Kemi mundësi zgjedhje, kemi mundësi zgjedhje, po. Liri, po syzet i bën një kompani nga përshtypjet të gjithë markat, si quhet ajo, etj. Kështu që unë mendoj që ka më shumë iluzion lirie se sa liri në kuptimin social të fjalës. Po njeriu është një shprehje që thotë liria është jo të përmbushësh dëshirat e zemrës, po ta zbrazësh zemrën nga dëshira. Një njeri që është plot me dëshira, dhe po ta shkosh gjithë industria e marketingut është prodhim dëshirash, prodhim nevojash. Të duhet e po në fundit, të duhet kjo, të duhet të syze, të duhet ajo makinë, të duhet to çizme, të duhet kjo, të duhet ajo, të duhet ke nevojë të ashtu. Po dhe je i lirë të zgjedhësh midis gjithë këtyre gjërave, por nëse ti nuk do t'i dëshiroje këtë gjëra, aty je vërtet i lirë. Edhe do ta mbyll me këtë se thua ashtu Diogjeni, kur i shkoi Aleksandri i Madh, edhe kishte dëgjuar ai për Diogjenin, që filozofi i madh i Atinës, Diogeni kështu edhe e dinte që ishte aty, dhe shkoi ta gjente, dhe ishte ai në një ulli atje, ato veckat e veta, sa që kishte, edhe i thotë, o i madhi Diogjen, ç'mund të bëj për ty? Edhe ta i hapusën të zëmbjerës. Ato që kam nevojë tash i dha aty diellit, po unë edhe ishte i zbrazur nga nevojat, domethënë ishte i lirë sepse s'kishte dëshira, s'kishte. Po kjo është komplet, kollaj ta thuash se sa ta jetosh. Po nuk kam një përgjigje nga të drejtën. Edhe në libër Urantia e Vuajti, sa donte me këtë pjesë pse nuk ishte e çliruar deri në fund, ajo vazhdonte me ato urrëtitjen ndaj sistemit, ndaj babait të saj, dhe do më pëlqente shumë në fund që ajo gjente paqe, faktën Urania vetë, ndoshta palje do ishte shumë e vështirë, por nuk e gjeti asaj atë. Nëse do hinte mesazhi Urania ishte simbolisht i shkëlqyer. Urania ishte simbolisht i përqendrova shumë ke linjat e Uranisë. Jo se sigurisht që kam lexuar të gjithë kapitujt e tjerë se Urania ishte pasojë e gjithë sistemit. Ku di mendova një herë thash, po Urania pse nuk kthye paguar para, ndoshta të kishte një bavësh me babin kur ai nuk kishte atë gjendje. Pastaj më thjesht mendova që ai atë justifikimin që atë justifikimin
që përmendë tru që ai do thonte unë do kisha dy zgjidhje, o do shkoja në burg veti, nuk do të jepte paqja as kjo gjëja sa organizë tash, okay, kjo është një zgjidhje. Po. Ajo sa rriti ta falte. Ajo është një zgjidhje e paqes. Jo, nuk mendoj. Ajo është se liria të paqes. Kuptoj pse ja ti kishte bërë. Babai më ndaj se u dënua edhe për një gjë tjetër. Babai në vetvete, Cabral. Agustin Cabral nuk ishte një njeri i keq. Edhe ishte politikani më i ndershëm, thoshin në Republikën Dominikane, sa përket Chirino si për shembull ishte një fundëri. Juristi më i mirë i gjithë sistemit. Inteligjent, si thonë. Inteligjent, po. Ai u dënua, mendoj unë, për faktin që provoi që brenda kësaj kalbësire, kësaj qelësire, të hapte një hapësirë të vogël ku ai mund të operonte ndershmërisht. Ky ishte iluzioni gënjeshtra që ai kishte ushqyer vetes. Që mund të jem në rregull brenda shpirtit tim, por pjesë e këtij mekanizmi s'mund të jesh pjesa e mekanizmit dhe në një kohë edhe i mirë edhe pjesës së keqes, domethënë. Dhe për këto dënua, se që ai nuk kishte një zgjedhje, ata i kanë. Po futesh në burg, ne do ta përdorojmë gocën tande. Të gjithë. Ose çoj një natë edhe mbaroj punën. Tash kjo nuk është një zgjedhje që një prindi është torturuese në atë. Është drejta bëj. Por si mendoj që edhe po ta dëgjonte Urania do të thënë më përpara, ajo gjithsesi do ishte nuk do ishte asnjë përgjigje nuk do ishte ajo që do donte ndonjëherë të merrte, kështu që edhe një vezë trite Irita që unë shoh, domethënë që fjalia e fundit e librit. Lidhja me skushërinë, Me nesën. Por thotë nëse Marianita më shkruan, do t'i përgjigjem çdo letër të saj. Ajo si ishte shkruajt 34 vjet që nuk ka lidhje direkte me ngjarjen në fakt. Marianita është e vetmja që nuk ka lidhje direkte me ngjarjen. Është vetëm një kthesë, domethënë që ajo çel një derë tash dhe thotë, "Okej, unë do shkruaj mbrapsht." Se letrat e tjanit I rregjak. Nxori atë që kishte 50 vite që nuk e thoshte. Që në këtë moment, pasi e ajo nuk ndjehet Në një farë marrë një një farë lirie, në thonë sa e mori pasi e tregoja çfarë që bën. Me pa prekur nga edhe në një farë lirie në një të pandërgjesh. Ishte shumë ishte ajo që ne përkojmë që shtohet ai cikli. Pra ku do ndaloj kjo fryma diktatoriale dhe mendoj që ajo më besën shkonte atë. Ai ishte një produkt, nuk ishte produkt i sistemit më, pra nuk mendonte siç mendonte Halla apo moda. Ai ishte vetë habitur dhe pikërisht për këtë arsye se ajo nuk ishte fare si gjithë njerëzit që Urania përbusta, apo nuk kishte dashur të përbatte, kjo ishte ndoshta edhe arsye pse ajo zgjodhi që të afrohej me këtë qenin e pafajshme. Ishte një marrëdhënie unë që nuk isha përqendruar vetëm te Urania, ishte një moment tjetër tek djemt komplotistët, bërë shumë përshtypje. Njëri prej tyre, ose 6 prej tyre, mos gaboj, vendosin të jetojnë me ato armë që në rast se do të ndodhte do ta vrisnin vetën. Njëri prej tyre vendos përballet me gjithë tortura që e dinte që do i bëheshin, për shkak se nuk lejohej që të vetë Sepse vetë vrasja para shumë Turku ishte besimtar. Ishte nuk që shumë ka një faqe të tërë që flet për besimin edhe ai ishte shumë e bukur. Unë të shumë në një ditë të prizën. Në momentin e parë që Urania gëzoi dhe rrëfeu, që vendosi që të rikthehet pas sektarit, ndoshta po ta kishte bërë me babain e vet, dhe po ta marrë me thënë, ai nuk është se kishte zgjedhje, nëse atë për ai ishte 14 vjeç, nuk arrinte dot ta kuptonte gjithçka as pozitën e babait ose si funksiononte sistemi, në një moshë adulte, me një eksperiencë jetësore shumë të madhe dhe nga takimet që kishte dhe nga karriera që kishte bërë, ndoshta edhe raporti me babain mund të kishte ndryshuar përjetësisht. Jo se do kishin qenë një raport babe-bi normal, por ndoshta mund të kishte shëruar plagën në mënyrë pak më paktherse, kur e di që vjen vetëm nga babai, sepse në fund ditës ai do i dorëzohej deri mendoj të shante. A kupton, do Unë mendoj që nëse ajo ishte, ajo e dinte se çfarë do i thoshte jashtë, se ajo e dinte të gjithë çfarë, ajo arsyetonte pikërisht. Por ata shkëndijte më shumë që ta dëgjonte këtë gjë, domethënë që i japi vetë thoshte që nuk ishte alternativë tjetër dhe prapë këtë zgjodha ta bëj. Pra ajo e dinte çfarë do i thoshte jashtë dhe ajo përballja do ta traumatizonte më shumë se sa do ta shëronte. Dhe prandaj ajo zgjodhi më mirë ta ratisej nga kjo qoshe. Unë mendoj që babaja saj edhe sigurisht që këtë mbas 10 vjetësh ku krye kishte
gojën e mendjen. Prapë do kishte fjalë. Unë mendoj që autori e ka spostuar atë fjalë, domethënë ai nuk ka çfarë thotë. Ai personazh nuk ka asgjë për të thënë. Sepse thuhet gjithçka në çfarë ndodhi. Fatkeqësi për atë punë, domethënë duke menduar si baba, nuk e fare as çfarë ti ja justifikosh edhe thosh po jo po kështu jo po ashtu, më mirë. Unë mendoj edhe si Unania, Me i goja dhe nuk flas, nuk kam çfarë them, nuk. Unë mendoj edhe si Unania, nuk kurse mendoj që ka dhimbje ose më pak thersa, ajo thjesht ajo gjë ka ndodhur dhe është ajo do ta ketë gjithë jetën atë, sado më pak thersa, sado është gjë që e ka shënuar jetën edhe pak thirr. Më vjen mirë që ju ka pëlqyer libri, edhe që është mirë që e kemi lexuar këtë libër, sepse është libër shumë i rëndësishëm. Mendoj edhe të jep pastaj një, kjo është e bukur e letërsisë që ti jep një kuptim më të thellë të gjërave. Secili prej nesh kur t'jetë në ato bisedat me miqtë e veta, kolegë, po mund t'i kuptoj gjërat më mirë, edhe lajmet, po themi që shohim ato që do të ndodhi nesër, pas një viti, do i kuptoj më mirë edhe duke pas të vëzhgim që ka bërë Josa këtu. Tani sa i përket, do ndalesha shkurt në fund, e di që vajti ora 7 pak, por nga ana e teknikës letrare. Domethënë, ky është lëvizjet në kohë që arrin nga një histori. Mënyrën se si ai pozicionon ngjarjet, kthehet, shkon, vjen, prapë është në fund, është në fillim, është këtu, është atje. Kjo është mjeshtri pastaj. Kjo është Nobel. Kuptuar se që ka ndodhur Ranës do të lexoj që është libër. Si? Për të kuptuar se çfarë ka ndodhur duhet ta lexoj. Ai të jep ai vetëm aromën sa thuaj se diçka ka ndodhur, por duhet të presësh deri në si. Tek historia e tregon Urania, kemi Pluvion, kemi edhe janë 3 linja, tre të tashme në kohën kur rrëfejnë personazhe. Janë 3 të tashme, nuk është se kthimi në kohë ndodh gjatë kohës që ato rrëfejnë në të tashme. Kjo është një gjë më vështira për. Pra gjatë kohës që është e tashme, tash është e tashme, tash është dita fundit e Trujillos, Trujillo të shkoj, pastaj kthehet shumë mirë dhe e bën të gjithë panoramën e Republikës Dominikane nga 39 deri në 6 Nga Josa ka një libër që quhet Vajza e Prapë, dhe duhet sikur është një autor tjetër. Kështu që është fuqia e librit, shkruaj dorë 2 proje vepra, po ka shumë. Po ato të dyja janë dy dhe çdo gjë që të përfshin dhe unë pasi kisha lexuar atë, nuk u nisa që do më surprizonte më shumë se sa ajo libri. Se tematika është këtë tjetër, po është fuqia e tij. Edhe personifikimi është figurë bazë libri, sepse çdo personazh personifikon, edhe çdo personazh butësor personifikojnë jo thjesht një individ, breza të tërë ose tipologji të caktuara njerëzit që secili prej tyre përcjell një mesazh, marrë një histori që vlen aktualisht dhe do vlejë edhe për sa kohë kemi jetë. Dhe që nuk gjante shumë narratori i historisë, po edhe personazh vetë, ai edhe hidhte ca ironira ose si bashkëbisedime ose mendimin e tij mbi personazhet. Nuk ishte thjesht ajo tha, ai shkoi, ai u bëri. Ka ironi, ajo godet shumë për popullin amerikan, dominikan, verbërinë e popullit dominikan. Po. E godet shumë. Ai ishte dominikan, ai ishte peruan. Ishte posa e papa. Edhe një gjë që më pëlqeu shumë, domethënë ai nuk e mbyllte me atë vdekjen e Trujillos. Gjithsesi ai e tregon atë përdorimin e tregon pasi tregon që ka shumë i interesoj pasojat, ja diç. Ai merret me Farminas, në fund ai ul perden, domethënë se kjo grua nuk ka njoft asnjë furrje me vet. Pse është bërë kaq sikur ka të dashur edhe. Ka që se ajo që ishte ndodhur, ajo ishte një fëmijë, se 14 vjeç, kur e çoi aty. Edhe me ëndra, me gjërat, ajo adhuronte diktatorin. Gjashtë domethënë botën e saj, në këtë gjërat, shikonte që kishte parë që dikte nga shtëpia e komshies ka ardhur thoshte gjenerali. Ka një moment të parë. Me lagjen tonë, po, pushoi sa gjërat i si kupton, po. Okej, shumë faleminderit.